të shkojmë në mbarimin e universitetit? Gjatë kohës ke qenë pedagogjike. Pse ke kaluar? Po. Unë pedagogjik kam patur fatin të kem 2 njerëz të mëdhenj. Madje në këtë koncertin e fundit në qytetin e Korçës, unë i përshëndeta familjet e tyre dhe u prit me shumë duar tërkite. Miqtë e tim në klasë ishin një kitarist që kishte vlera lokale në Korçë, që na shoqëronte ne me serenatat e tij, në gëzimet tona, në fejesat e njerëzve tanë, që një Thanas Bicolli, i cili nuk jeton më, po mbi gjitha kemi patur një artist me vlera shumë kombëtare, madje unë do thosh edhe me vlera evropiane, artist i merituar Aleko Prodani. Janë 2 të parët që diktuan ke unë aftësinë për të kënduar. Më nxitën, kam qenë një turp amanit mërshëm, kisha shumë turp të denja në sketë. Ata më nxitën, ata mësuan, ai sa bënim mremje në Korçë pedagogjike, në ato vite me muzikë goje. Leko Prodani i bite çik pianos, Nasko Bicolli i bite shumë bukur kitarës, edhe unë me një mikrofon këtu i bija muzikës gojës. Edhe kjo ishte orkestra jone pedagogjike me të cilën shoqëronim mbrëmjet tona të vallëzimit etj. Edhe fillova të këndoj. Bëm ato estradat e pedagogjikës në atë kohë, edhe shkonim në repartet ushtarake të Korçës. Këndonim këngë muzikë slet, këngët atëherë të Agim Prodani, po të kujtohet ato tangut e famshme që këndonte Anita Take me Paulina Nikën e kujtation. Ne imitonim ato në mënyrë absolute, vetëm këngë shqiptare, asgjë tjetër. Dhe më vonë vazhdoi universitet. Dhe më vonë jo i dashur. Më vonë mbas pedagogjikës vjen skrapari. Caktohemi në skrapar, në rrethin e skraparit si arsimtar. Dhe unë kam punuar në rrethin e skraparit për 3 vjetërisht, në 7 vjeçare, në fshatat Vëndresh dhe Backë. Backa është lokaliteti i Potomit, në kufi me Korçën, i ndan Ostrovica me qafën e Martës, kurse pjesa tjetër këtej nga Berati është Vëndresha, ka 3 Vëndresha, Vëndresha e parë, Vëndresha e dytë, Vëndresha e tretë. Këtu duhet të bëj një parantesë. Në vitet e fundit, kur ishte kryeministër në Shqipëri, Ilir Meta, unë vi nga Rumania ku isha në ambasadë dhe bëj një takim me Ilir Meta, i kërkoj një kredi për shtëpi. Në vend më thënë, ti tha ke edukuar prindrit tanë, ti ke qenë në Vëndresh, ti ke qenë në Skrapar, ke kënduar për Skraparin, ke dhënë koncerte, ke edukuar prindrit tanë, ty të takon gjithçka dhe më ka dhënë kredi me një. Ishte një parantezë. Çfarë përshtypjesh ke gjatë periudhës ke qenë Skrapar, ke qenë djalë i ri nga qyteti, ke shkuar në fshat, ke ndonjë diçka të veçantë që mund ta sjellësh që ka? Po gani, me thënë drejtën ka qenë një periudhë pak e vështirë, ne ishim larg, nuk kishte mjete, mungonin rrugët. Mendo për të ardhur nga Skrapari, nga Vithkuqi ose nga Shtylla është fare afër. S'kishte rrugë. Atëherë detyroheshim shkonim Elbasan, Rogozin, Berat, të vinim në Çorovod, në qendrën e Skraparit dhe pastaj të merrni rrugën kem 6 orë. Por përshtypja ime e parë është kjo. Pas një lloj ndjenje servile, është një popull nga më arsimdashësit që kam njohur në jetën time. Ata nuk ishin atëherë kooperativ, bëhet fjalë për 57, 57, 58, 60, 59, 60. Ata ishin individ në atë kohë, nuk kishte hyrë akoma i sistemi rus i kooperativës, njerëz shumë arsimdashës, mësuesin e kishin perëndi, e ushqenin me gjithë mundësitë e tyre. E mbaj mend që ata pjesa më e madhe e Skraparit janë dervishlinj, edhe nuk e hanë mishin e ljepurit. Na sillnin vazhdimisht ljepur, na sillnin qumësh, na ushqenin me kos, na ushqenin me rrush, me fruta jashtëzakonisht. Edhe përshtypjet për atë popull janë nga më pozitivet. Mandej, karriera juaj? Mandej, karriera ime është karriera e një rebeli, me kuptimin e mirë të fjalës. Që do të thotë? Unë e braktisat e tyre. Mbas 3 vjetëve, shkova ushtar, sepse në atë kohë nuk mund të shkonje nga arsimtar të bësh student, në asnjë mënyrë. Unë nuk mund ta konceptoja dot veten të mbeshet me shkollë të mesme. Dhe i revoltuar në shtëpi, edhe pse mu gjet një vend mësuesi në rrethin e Pogradecit, ishte afër Korçës, unë nuk pranova, por kam punuar një vit në NSHN, punëtor i thjesht me babën, dhe mbas asaj me një strategji të u shkëputa nga arsimi, kam kaluar në universitet. Në fillim në degën matematik, ushtri në Lusht, në brigadë pune, duke spërkatur ardhitë e plantacioneve të rusit në Lusht, në Dushk,
Prandaj i pari që kupton atë fenomenin e dushkut, që thon politikanët të Shqipërisë, jam mund se unë kam bërë 2 vjet ushtri aty, dushk, brigadë e punës. Pa pushk, absolutisht. Kena i kujtim kështu? Nga më të idhurat. Prandaj po them që siç e kam marrë vesh më vonë, ajo strategjia e burgosjes time u piketua që në ushtri. Dosja që më është treguar më vonë e tusi, fillonte nga Skrapari, po zgjeroi e mbushej në ushtri, nga operativët e ushtrisë. Ushtria ishte i vend me punë, me pagjumësi, me uri të madhe etj. Por mbas asaj vajta në universitet, edhe plotsova një ëndër. Më fal, e kam marrë vesh që nuk shkuam në universitet, unë dhe njerëzit e shtresave të mia, nuk shkuam për bujarinë e Enver Hoxhës, as për bujarinë e Ministrisë të Arsimit. Ja. Më vonë e kam marrë vesh nga bitë e tyre, ishte një strategji e Traktatit të Varshavës, i cili urdhëronte gjithë anëtarët e Traktatit të Varshavës që të zbutet apo mos zbutet politika me familjet e shtypura. Rastisi që në atë kohë vinte direktiva për të zbutur politikën ndaj shtresave të shtypura, për fëmijët e tyre të vënë për shkolla, dhe na u dha e drejta për të vajtur në shkollë. Kam mbaruar histori gjeografi, 4 vjet, me një përkushtim të jashtëzakonshëm, nuk kisha bursë, nuk mund të më jepnin bursë, nuk fitoja bursë, edhe pse, sipas formulës së Ministrisë së Arsimit, më takonte bursë e studimit, por duke qenë një fisharmonicist i kategorisë parë në Shqipëri, duke njohur muzikantë të tillë si Agim Krajka, Alfons Balliçi, kitaristët të nivelit kombëtar, në fisharmonik kam qenë dhe unë në nivelin e tyre. Unë kam nxjerr bukën e gojës në për Tiranë për mbrëmjet studentore, me fisharmonik. Në për mbrëmjet e vallëzim me fisharmonik. Kam jetuar me fisharmonik. Derisa më viti i tretë, pastaj vllai që jeton në New York, vllai i dytë që vjen pas meje, u fut arsimtar, mbaroi gjimnaziun, u fut arsimtar në Pogradec, edhe baba më dërgonte në Tiranë nga 1000 lekë çdo muaj, bursa ishte 3000 lekë. Shumë. Atëherë ishte shumë, atë 1000 lekë kam jetuar dhe me të vërtetë e kam bërë me ndershmëri. Do të gënjeja po të thosha që e kam bërë me rezultate të shkëlqyera. Jo. Sepse vetë varfëria si student, më detyronte të shkoja natë në përmbrëmje të. Megjithatë kam qenë nxënës i 8-s, i 9-s, i 10-s. Direkt përfunduat në Librazh? Direkt emërimi nga Universiteti ka qenë Librazh. Edhe më kujtohet që emërimi na është dhënë në aksion. Është e Kurudha Lush një fjerë, ne kemi qenë me Fakultetin Histori Filologji në gradisht të Lushit. Aty kam bërë 2 muaj, aty na ka dhënë emërimin. Ishte i kënaqshëm si emërim për juve? Emërimi? Ishte i kënaqshëm sepse ishte një vend strategjik. Ishte afër Elbasani, po ishte afër dhe Korça. Rrifeshe nga makinat vazhdimisht, edhe në atë kohë më thanë drejtën, psikologjia ime më çonte gjithmonë në Korçë. Pranë prindërve, pranë ndonjë të dashurë që kishim në atë kohë, pranë shokëve që ishin në Korçë, kupton? Pak më parë ju të ceket një problem dhe thatë se piketimi tuaj për të dënuar ka qenë Qysh në Kongë, qenë Skrapar, mandej Lushnjë. Cila ka qenë natyra juaj dhe si keni shprehur atë qëndrimin anti-sistemi? Është e vërtetë, unë nuk flisja kurrë kundër sistemit. Me të vërtetë nuk flisja. Edhe me shokët më të ngushtë. Për shembull, ti më bëri një pyetje, Librazhi, a ishte një emërim i favorshëm? Më vonë u tregua, doli që ishte me të vërtetë i favorshëm. Aty përveç gjimnazit që kisha ca orë të reduktuara histori gjeografi, me që njifja fisharmonikën, edhe njifja me baza, me nota, me tërë, u caktova të plotësonja ca orë dhe në shtëpitë kulturës. Gjeta një nivel super amatoresk. Për mos thënë që në atë kohë jetonte vetëm çiftelia dhe cyrlja edhe një daulle në shtëpitë kulturës. Sherif Merdani me punën e tij, me pasionin e tij ndaj muzikës, krijoi një orkestër me saks, me 2 kitara, me një bateri edhe fisharmonik vetë. Një estradë të mrekullueshme që të sigurojnë atë kohë nuk ka artist, duke inkuadruar tu dhe Vaçezelen, që nuk ka ardhur për atrin tim të këndojë në Libresh. Të gjithë këngëtarët asaj kohe që ke dëgjuar. Ema Qazimi, Liliana Kondrakçi, Toni Tërshan, këngëtarja e Vlorës tuaja, Kleopatra Skarço, Naim Kërçuku, Zia Saraçi, Vaçezela, kanë ardhur në estradën e Librazhit, kanë kënduar me orkestrën tonë. Aq sa sekretari i partisë,
kur i kërkonin telefon të transferoni Sherif Merdani që e kërkon Tirana, jo i thoshte e Kurani saj. Unë kam vetëm 2 vlera në librash. Kam hekur Nikelin e Pishkashit, kam dhe Sherif Merdani. Gjatë bisedës, po keme re, unë kam tentuar që të sjell një Sherif jashtë artit. Por ti se ke ndarë bisedën, ashtu sikur se s'ke ndarë artin nga punët e tjera që ke pasur. Çfarë mund na thuash për artin tuaj, pak e cekën në filmin fare në Efemeri që me atë këngën popullore dhe mandej vjen deri në krijimin e një grupi artistik të një estrade dhe mandej pastaj shkon dhe merr shumë tituj të rëndësishme. Është pyetja më e bukur që më ke bërë gjithë tani. Me të vërtetë librazhi është djepi i fillimit të kulturës, të këngës time. Është djepi. Unë e kisha provuar një herë përpara festivalin. Ti nuk e di këtë, as edhe spektatori nuk e di. I pari që e ka thënë këtë në Top Channel, e ka thënë Qemal Kërtusha dhe Tonin Tërshana, të që ka qenë prezent. Kur isha student, Agim Krajka më çoi në Radio Tirana. Edhe unë ja provuar aty me një këngë italiane, In Ginocchio da te të Gianni Morandit, dhe Nikola Zoraqi më tha nesër do vish të bësh provat për festival. Edhe bëhet fjalë për festivalin e 4. Në festivalin e 4, Sherifit i caktuan student në vit të 2 të histori gjeografi, 3 këngë. Ne jemi 3, Qeshurini dhe Valsi Lumëtëris. Valsi Lumëtëris që këndon Vaçezela e dublon të Sherif Merdani. Kënga Ne jemi 3 që ka kënduar Qemal Kërtusha e kishte Sherif Merdani. Në atë festival, po të bëjmë parantezë, në provat generale u lajmëruan gjithë spektatorët që kishin hyrë pa pare. Festivalin e 4. E 4. Është një histori shumë e bukur, ma dëgjoj me vëmendje. U lajmëruan gjithë spektatorët që ishin student, që ne do të bëjmë regjistrimet. Se nuk ishte atëre studiet, bënë regjistri, beshin dal vivo. Këngëtar do këndojnë, ju nuk do të duart rokisni, ju lutem. Edhe unë kam dalë me një këngë të Kristo Kotes, që konsideroj, quheshe Qeshurini. Më kupton, spektatori ishte lajmëroj, mos duart rokiste. Djaliri, me tëra gjallërin time të moshës, po, kisha zakon e kap një dorë atë mengën kështu, në këtë pozicion. Edhe fillova televizjen që këtu, e këndonja Qeshurini. Më kujtoj dhe kënga e ishte ritmike. Ata sikur ju shke lesu, se sa mbaroj kënga. Mos haroj që ishte festivali 4 dhe në festivalin e 2 ishte dënuar një organizatori i madh i festivalit 2. Ishte dënuar Besnik Taraneshi, këngëtar. Këngëtar, kompozitor, Kristo Kote e tjera ishin futur në punë në prodhim. Pra frika ishte një nëndrejtori radio televizionit, nga ky reagimi spektatorit më ka hequr nga festivali, një natë përpara. Ndoshta, sikur mos kishte ndodhur kjo, unë do isha një student që do kisha mbaruar histori gjeografi, dhe që do e mërosha në Tiranë, që do bëj një karrierë në Tiranë, ndoshta nuk do isha në Burg. Sepse Tirana nuk të fuste në Burg. Në atë kohë provincat fuste në Burg. Provincat fuste, në rregull, provincat fuste në Burg. Edhe kthehemi në Librash, me të vërtetë. Ti duhet ta kesh dëgjuar këngën Librash dhe im sa fort të dua. Ju prezantohet kompozitori Sherif Merdani. Po, këtë këngë e kam bërur. Tekstin e ka bërë një Niko Dako, që jeton në Amerikë. Po, dhe Niko Dako jeton në Amerikë. Në susi letërsisë aty, edhe muzikën e kam bërë, jo se kryova në gjithë madhë. Po që këngë që pati sukses gjithë Shqipërinë, që kishte motivet e librazit, vajta e morat motiv në Çermenik, e përpunova në qikë, e shkruajt, edhe e këndoj një djalë i ri, 16 vjeçar, Rahman Balliu quhet, të cilin e kam një fan të jashtëzakonshëm, kur vetëm librazh nuk legje pa bërë bas me të shoqen. Edhe patë mjaft sukses. Pra, unë nuk isha një armik që urenja këngën popullore, si që më akuzuan më vonë. Nuk isha njëri që nuk e njifnja popullore, sepse karriera ime e parë, fëminore, fillon me këngën shkodrane.